të nderuar qytetar, media që po e përcjellni këtë seancë, I hapi punimet e seancës së jashtëzakonshme plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës të thirrur me kërkesën e 42 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Po votojmë së pari për prezencë. Regjia, votojmë tash. Atëherë, sipas votimit janë 64 deputet të pranishëm, nuk janë 56 deputet të pranishëm. Sipas, vetëm ta konfirmojmë edhe njerë nga... Atëherë edhe sipas monitorit që e keni përpara, 64 deputet janë të pranishëm. Në këtë rast, po I ftoj deputetet të cilët nuk janë të pranishëm, që të vinë në seancë, sepse edhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese kërkojnë prezencën e tyre. Konstatoj se kemi kvorum të mjaftueshëm për procedim. Fillojmë me pikën e vetme të rendit të punës për këtë seancë, zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Më lejoni fillimisht t'i adresoj disa sqarime të rëndësishme. Sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në rastin numër KO 29/11, lidhur me votimin në kuvend, në pikën 85 thuhet: Gjykata vren se lidhur me numrin e votave që kërkohet për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, neni 86.4 I Kushtetutës siguron se presidenti I Republikës së Kosovës do të zgjidhet me të 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, pra 2/3 e 120 deputetëve. Minus ata deputet të cilët kanë marrë leje nga kryetari I kuvendit dhe kandidati I cili merr 80 ose më shumë vota nga votat të gjithë deputetëve në raundin e parë dhe dytë do të zgjidhet. Ju njoftoj se unë nuk kam marrë asnjë njoftim nga deputetët të cilët sot nuk janë të pranishëm, për arsyet sepse ata mungojnë. Prandaj edhe një herë në cilësinë e kryetares së kuvendit dhe bazuar edhe në aktgjykimet të gjykatës kushtetuese, kërkoj nga deputetët e kuvendit të cilët nuk janë të pranishëm që të vinë në seancën për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Po ashtu gjykata I referohet nenit 70 mandatet e deputetëve të kushtetues I cili përcakton se deputetët e kuvendit janë përfaqësues të popullit. Për më tepër lidhur me obligimin e tyre si deputet, neni 74 ushtrimi I funksionit I kushtetues siguron deputetët e kuvendit Kosovës do të ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe sipas kushtetutës, ligjeve dhe rregullores së punës së kuvendit. Në këto rrethana, të gjithë 120 deputetët e kuvendit thuhet në aktgjykim duhet të ndjehen të obliguar sipas kushtetutës, ligjit për deputet, rregullores së kuvendit dhe kodit të sjelljes të marrin pjesë në seancat plenare të kuvendit dhe të përkrojnë procedurat që parashihen aty, por mbi gjitha një obligim vis-a-vis për njerëzit e Kosovës që I zgjodhen ata. Gjithnjë po I referohem aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Zgjedhja e presidentit të Kosovës, I cili sipas nenit 83, statusi I presidentit është kreu I shtetit dhe përfaqëson unitetin e njerëzve të Republikës Kosovës, është një rëndësie kaq të madhe, saqë të gjithë deputetët si përfaqësues të popullit Kosovës duhet ta konsiderojnë si detyrë kushtetuese të tyre, përveç nëse ju lejohet nga kryetari I kuvendit të mos marrin pjesë në procedurën për zgjedhjen e presidentit siç përcaktohet në nenin 86. Pra, edhe një herë për sqarim. Asnjë nga deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët sot nuk janë të pranishëm, nuk kanë marrë leje nga unë, sipas asaj që thuhet në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, për të munguar në seancën për zgjedhjen e presidentit. Dhe po ashtu as nuk më ka njoftuar për arsyet e mungesës së tyre. Edhe një herë, si kryetare e kuvendit, bazuar në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, ftoj deputetët të cilët nuk janë të pranishëm në këtë seancë që të vinë dhe t'i përmbahen përgjegjësive kushtetuese. Po votojmë edhe një herë për prezencë. Regjia ju lutem.
66 deputet janë të pranishëm në këtë seancë, 54 deputet nuk janë të pranishëm në këtë seancë. Unë në këtë rast ftoj që në mbështetje të neni 86